Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun fuqiplot. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona janë për zotërinë e njerëzimit, për Muhamedin, për familjen, për shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tij xhenamshëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Në 3 ligjëratat e fundit kemi folur për besimtarin në raport me mëkatin. Kemi folur për besimtarin në kuptimin se si ai e percepton mëkatin, në kuptimin se si ai i trajton mëkatbërësit. Kemi folur edhe për rëndësinë, shembullin e besimtarit në kohën kur ai çlirohet nga barra e mëkatit, ndërsa sot me lenin Allahu te bareke ve teala do të trajtojmë një shembull tjetër profetik i cili besimtarin na e sjell në raport me autoritetet shtetërore. Pra për respektin, për dëgjueshmërinë, për atë se si besimtarin nuk është i rebeluar, nuk është arrogant, nuk është vandal ndaj shtetit në të cilin jeton. Fjala është për një hadith në të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Qad taraktum fil bayda, layluha ka nahariha, la yazigu anha illa halik." Ju kam lënë në një gjendje të bardhë, nata e së cilës është e qartë sikurse dita, dhe nga e cila nuk devijon vetëm se ai i shkatëruari. "Wa man ya'shu minkum fasayara ikhtilafan kathira." Ai i cili do të jetoj pas meje, do të sheh, do të përjetoj mospajtime dhe kundërshtime të shumta. "Fa'alaykum bima 'ariftum min sunnati." Kështu që jo, mbajuni asaj që dini nga tradita, nga suneti im. "Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin." Mbahuni po kështu edhe për sunetit, për traditës së khulefave të drejtë dhe të udhëzuar. "Addu 'alayha bin nawajid." Mbahuni për kësaj tradite me dhëmball. "Wa alaykum bit-ta'a wa in 'abdan habashiyan." Dhe bëhuni të dëgjueshëm, të respektueshëm, edhe nëse është në pyetje një arab etiopias, edhe nëse është në pyetje një udhëheqës, një jemëruar mbi çështjet tuaja, e i cili mund të jetë arab etiopias. "Fa innamal mu'min kel gjemelil enif." Për arsye se besimtari është sikurse deveja e butë. "Haythu man qiden qad." Nga do që të tërhiqet, të drejtohet, ajo hec. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, cilin Sheikh Albani në Sahihu el-Jami' as-Saghir, në librin Sahihul Jami' as-Saghir, e vlerëson autentik në këtë hadith. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na flet për natyrën e butë, për natyrën respektuese, për natyrën nënshtruese të besimtarit. Në një hadith tjetër i ngjashëm me këtë që përmendëm, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "El-mu'minuna hayyinun layyinun." Besimtarët janë hayyinun, janë të lehtë, layyinun, janë të butë. "Kel gjemelil enif." Janë tamam sikurse ajo deveja e butë. "In qiden qad." Nëse tërhiqet, drejtohet, orientohet, ajo ecë në atë drejtim.
wa idha unikha ala sakhratin istanakh. E nëse i kërkohet që të ulet, që të gjunjëzohet tek ndonjë gur, tek ndonjë shkëmb, atëherë ajo gjunjëzohet. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam raportin e besimtarit ose sjelljet e besimtarit në raport me shtetin i ka përshkruar me këtë shembull, cilin e sjell në këto dy hadithe. Besimtari është i qetë, është i butë, është dëgjues, është respektueshëm, është respektues, nuk është vandal, nuk është arrogant, nuk është rebel, nuk është kryeneq. Ajo që ne me lejen Allahu te bareke ve teala do të mësojmë nga ky hadith është me rëndësi, për shkak se ndonjëherë dikush mbase me të lexuar ose me të dëgjuar të këtyre fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam mund të krijojë një përshtypje të gabuar, sikur besimtarët janë njerëz që përshtaten, sikur besimtarët nuk kanë atë vullnetin për të reaguar, sikur besimtarët pajtojnë me të keqen. Absolutisht asgjë nga këto që përmendëm nuk kanë të bëjnë me domethënjet dhe botkuptimet e këtij hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për arsye se ajo që lexohet brenda rreshtave të këtyre haditheve, ajo që në cilën aludohet, ajo që është për qëllim në këto hadithe, është shumë madhështore dhe nuk ka të bëj fare me atë që ne e dëgjojmë ose shpeshherë na parashtrohet si pyetje nga njerëzit që nuk e kuptojnë sa duhet fen. Besimtari është i lehtë dhe i butë, por nuk është i dobët. Besimtari ka një vizion dhe në momentet kur ai nuk reagon ndaj një gjëje, nuk kupton as se ai pajton me të, por se ka një kriter, ka një rregull, gjëra këto që ne me lejen Allahu te bareke ve teala do t'i mësojmë pak më vonë. Ajo që fillimisht të nderuar vëllezër dhe motra dua ta marr si piknisje në këtë ligjërat, dua ta marr si pikfillim në këtë ligjërat, njëkohësisht edhe për ta kuptuar hadithin më mirë, është përshkrimi që pejgamberi alayhi salatu wassalam i bën kohëve. Dhe nga këto mos harroni në këto rrethana, në këto kontekste, cilat hadithin ai përshkruan, ai edhe kuptohet më mirë. Pra, nëse nuk i kemi parasysh këto kontekste, këto rrethana në të cilat aludon hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë ne nuk do të mund ta kuptojmë atë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot: "Fa innahu men ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira." Ai i cili për jush do të jetoj pas meje, do të përjetoj trazira, do të përjetoj ndasi, do të përjetoj mospajtime, do të përjetoj kundërshtime të shumta. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam po na tregon se koha pas tij e deri në ditën e fundit, në ditën e kataklizmës së madhe, është koha e cila përshkruhet me sprova të rënda, përshkruhet me gjendje të rënda, përshkruhet me probleme të shumta, me probleme të ndryshme, cilat ne me lejen Allahu te bareke ve teala pikërisht nga fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam do të mundohemi t'ua shpjegojmë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zaman illa alladhi ba'dahu sharrun min." Bëni durim, keni sabër, për arsye se nuk ka kohë e cila pason kohën e që të mos jetë më e dëmshme se sa koha paraprake. Është një përshkrim generale, është një përshkrim i përgjithshëm se kohët pasojnë njëra tjetrën
dhe se çdo herë që vjen një kohë, do të jetë më sfiduese, më problematike, do të ketë më shumë sfida, do të ketë më shumë probleme, dhe kësaj njerëzit duhet që armën e tyre ta kenë durimin, armët e tyre ta kenë durimin. Duhet që të bëjnë sabër. Thot po kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na përshkruar imazhe nga këto kohë të cilat do të vinë pas tij, thot walladhi nafsi biyadihi la tadhhab ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarragu alayhi wa yaqul ja lejteni kuntu makana. Pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, pasha Allahun, betohet në Allahun, edhe pse nuk ka nevojë të betohet i dërguari i Allahut, nga se fjalët e tij janë hak, janë të vërteta. Betohet në Allahun dhe thot, nuk ka mundësi që të ndodhë kataklizma, nuk do të mbaron kjo dynja, nuk do të soset, përderisa një njeri të mos kaloj pranë një varreze dhe të qirret për saj, pra të pluhroset për dheu të varrit, dhe thot ja lejteni kuntu makana. Sikur të isha në vendin e këtij të vdekurit. Pra, aq shumë do të jenë problemet e mëdha, aq shumë njerëzit do të stresohen nga problemet, aq shumë do të ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, saqë edhe jetës nuk do t'i mbetet më shije. Njerëzit madje do ta duan vdekjen më shumë se sa jetën. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër në të cilin na shpjegon imazhe nga këto kohë të vështira të cilat do të vinë pas tij. Thot badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim. Paraprinjau me vepra të mira, paraprinjau disa kohëve të cilat do të vinë tek ju, mo ashtu si që vinë pjesët e errëta të natës njëra pas tjetrës. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Besimtari zgjohet si besimtar, por në mbrëmje ngryset si pa besimtar. Mbrëmja e zë si pa besimtar. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, apo ndodh edhe kundërta. Akshami mbrëmja e zën si besimtar, por gdhin në mëngjes, zgjohet në mëngjes, sabahu e zë duke mos qenë besimtar. Yabi'u dinahu bi ardhi min ad-dunya. Fen e shet për interes të vogël, për pak gjëra, për pak dobi nga kjo botë. Nderuar vëllezër, janë këto disa nga imazhet e atyre kohëve të vështira që në generale pejgamberi alayhi salatu wassalam na i përmend. Dhe ajo pse ne zgjedhëm që të përmendim disa nga këto hadithe, është se aludimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në hadithin bazë se do të ketë probleme pas tij, është për të na treguar se gjendshmëria në këto kohë kërkon prej nesh një maturi, një pjekuri, një mençuri të rrallë. Pra, forma se si duhet trajtuar, forma se si duhet të marrë me këto probleme, kërkon një angazhim të veçantë, kërkon një vizion, kërkon një dije ndryshe. Njerëzit mbase shumica edhe dështojnë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka përmend këto gjëra. Në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, në hadithin bazë që ne përmendëm, mësojmë edhe diçka interesante. Vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith përmend çështjen e jetës shoqërore,
e cila sigurisht se kryhet nëpërmjet realizohet ose vazhdon hec sipas ose në përputhje me institucionet cilat dalin prej shoqërisë. Detyrimisht kjo shoqëri duhet të ketë një lider, duhet të ketë një udhëheqës, duhet të ketë një prijes dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na porosit, na këshillon që ne këtij elementi t'i kushtojmë rëndësi teje të madhe. Madje edhe nëse udhëheqës na vije një rob që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka marrë si shembull një rob nga Etiopia e sotme ose Habeshi i asaj kohe. Sigurisht se rëndësia e kësaj është teje të madhe, për arsye se jeta shoqërore nuk do të mund të kishte kuptimin dhe domethënien e saj nëse nuk do të zhvillohej konform dhe në përputhje me këtë ligj. Pra, nëse nuk do të kishte institucione që do të merreshin me udhëheqjen e shoqërisë, atëherë do të kishte probleme. Të nderuar vëllezër, e dini fare mirë që Allahu te bareke ve teala krijoi njeriu e para, Ademin alayhi salam, dhe vetë Ademin alayhi salam e krijoi si udhëheqës në tokë. Wa idh qala rabbuk lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Përkujto Muhammed, kur Allahu ju drejtua melekëve dhe ju tha inni ja'ilun fil ardi khalifa, në tokë do ta caktoj një sundues, një khalife, një mëkëmbës, një prijes. Pra, që me krijimin e njeriut, që me fillimin e jetës në këtë botë, në këtë rruzull toksor, Allahu te bareke wa taala ka caktuar që jeta në këtë botë të jetë e menaxhuar ose njerëzimi, shoqëria njerëzore të jetë e menaxhuar nga një elitë udhëheqëse, nga ajo që Allahu te bareke wa taala në këtë rast e quan khalife, pra nga pushtetari, nga pushtetmbajtësi, nga udhëheqësi. Allahu te bareke wa taala na tregon po kështu në Kur'anin famlar se dërguarit e tij, ata që kanë qenë njerëzit më të zgjedhur, Allahu i ka obliguar, i ka ngarkuar edhe me këtë detyrë, pra që të jenë udhëheqës në mënyrë që shoqëria të zhvillohet në formën më të mirë të mundshme. Thot Allahu i drejtohet Davudit alayhi salam, ja Davud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. O Davud, ne ty të kemi bërë mëkëmbës, kemi bërë khalife në tokë. Pra, vetë fakti se Allahu te bareke wa taala ka filluar me njeriu e parë me këtë organ shoqëror, nëse mund ta quaj kësaj, pastaj ka vazhduar me dërguarit e tij, na bën me dije se sa e rëndësishme është që jeta të zhvillohet konform ligjit, sa është e rëndësishme që në shoqëri të sundoj ligje. Pastaj Allahu te bareke ve taala dhe me këtë ummet, me ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka vepruar kësaj, ka urdhëruar që ummeti do e mos të ketë prijes. Thot Allahu në Kur'an famlar, ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, respektojeni Allahun, respektojeni të dërguarin e tij dhe respektoni edhe udhëheqësit tuaj, respektoni edhe parin tuaj. Pra, në këtë ajet kuranor, Allahu te bareke wa taala po na tregon se është obligim parësor që Allahun ta madhrojmë, ta respektojmë ashtu siç ai kërkon, po kështu edhe dërguarin e tij, por gjithsesi se ne duhet të përmbahemi
edhe jetës shoqërore, pra duhet që të respektojmë edhe udhëheqësit tanë. Se sa është e rëndësishme kjo çështje, pra se sa reflekton kjo çështje në shoqëri, pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon se nuk lejohet për një grup besimtarësh, qofshin këta edhe 3 veta, madje qofshin edhe në një ambient rural, në një shkretir, në një vend ku nuk ka shoqëritë urbane, nuk ka, do të thotë, zhvillim, nuk lejohet që këta njerëz të bëjnë një jetë të shturur, dojmos se duhet të jenë bashkë njëri me tjetrin. Madje edhe në rastet kur ata mund të marrin ndonjë udhtim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha kanu thalathatan fi safarin falyu'ammiru alayhim ahadahum. Nëse janë 3 veta në një udhtim, atëherë le të caktojnë njërin prej tyre se udhëheqës, se prejes. Se sa e rëndësishme është çështja e caktimit të një prise, se si reflekton ajo në shoqëri, se sa është e rëndësishme që shoqëria të ketë leadershipin e saj. Këtë me lejnë Allahu te bareke ve taala do ta mësojmë pas një pushimi të shkurtër. Qëndroni me ne. Ja ku kthyem sërish të nderuar vëllezër dhe motra për të vazhduar me shpjegimet tona përkitazi me disa nga çështjet të cilat i ngritëm. Besimtari është i dëgjueshëm, është i respektueshëm, por jo edhe i dobët. Atëherë cila është domethënia e cila synohet në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për arsye se shumë prej njerëzve ndonjëherë në bazë të interpretimeve sipërfaqësore i keq kuptojnë dhe i keq interpretojnë përpasoj disa nga këto tekste. Ne pam se realisht në kuptimin e jashtëm hadithi është paksa sfidues. Dikush çështjen e emrimit të një robi ndaj një grupi mund ta sheh se sfidim, por a është puna kësaj apo jo? Këtë do e mësojmë tani me lejen Allahu te bareke ve taala. Ne pam se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë wa aleikum bit ta'a wa in 'abdan habashiyya. Jo, bëhuni të respektueshëm, bëhuni të dëgjueshëm. Edhe nëse është në pyetje që prisi juaj të jetë një rob nga Etiopia. Në hadithe tjera pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë isma'u wa ati'u, dëgjoni dhe nënshtrohuni. Wa in istu'mila aleikum 'abdun habashi. Edhe nëse mbi ju caktohet prijes një rob nga Etiopia. Në një hadith tjetër të cilën këtë transmeton Buhariu, ndërsa hadithin në vijim e transmeton Muslimi, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Alayka as-sam'a wat-ta'ata fi 'usrik wa yusrik wa manshatik wa makrahik wa atharatin alayk." Bëhu i dëgjueshëm dhe i respektueshëm. Edhe në çështjet të cilat ke vullnet, por edhe në çështjet të cilat të imponohen. Bëhu i dëgjueshëm dhe respektueshëm në gjërat që të vinë rënd dhe gjërat që të vinë lehtë. Në gjërat që ti ke vullnet për t'i bërë ato, dhe në gjërat që ndihesh i imponuar. E respekto dhe bëhu i dëgjueshëm edhe atëherë kur tjerët favorizohen ndaj teje. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam po përshkruan se besimtari duhet që atë pjekurinë e tij, atë maturinë e tij, atë vetdijen e tij prej një besimtari të edukuar ta shpreh në këto raste. Pra, në momentet fi usrik, kur ndjen vështirësi, fi yusrik, kur ndjen lehtësi, fi manshatik,
kur ti ndjen ke vullnet për një gjë të tillë, mekrahik kur ti e urren një gjë të tillë, kur ti imponohet, kur e bën pa dëshirë, wa atharatin alejk, dhe atëherë kur edhe tjerët favorizon ndaj teje. Por kjo, të nderuar vëllezër, kjo paraqet vetëm pjekurin, vetëm atë vetdijen e përsosur të besimtarit, nga se në asnjë rrethon nuk nënkupton që besimtari të jetë i dobët. Para se të përmend disa nga shpjegimet, do doja t'ju kujtoj se respekti për udhëhecit është i ndarë sipas shpjegimeve të dietarëve në 3 lloje. E para, respekti kur ata urdhërojnë diçka është në Kur'an dhe në Sunet, dhe ne padyshim se duhet ta bëjmë një gjë të tillë. E dyta, respekti i tyre kur ata urdhërojnë për mëkat. Në këtë rast ne duhet që ti refuzojmë, do të thotë, duhet mos i dëgjojmë, mos i respektojmë në këtë gjë. Dhe respekti për gjërat të cilat nuk janë përmendura as në Kur'an dhe as në Sunet, por që nuk janë mëkat. Në këtë rast ne i respektojmë ata. Pra, në rastin e parë kur urdhërohemi me diçka që është në Kur'an dhe Sunet, ne e bëjmë madje edhe me dëshirë. Në rastin e dytë kur ne urdhërohemi për diçka që është mëkat, ne këtë e refuzojmë, për arsye se ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Krijesa nuk respektohet kur urdhëron për diçka që është mëkat ndaj krijuesit. Dhe rasti i tretë, kur ne urdhërohemi për gjëra të cilat mund të mos kenë bazë në Kur'an dhe Sunet, por që nuk paraqesin mëkat, dhe në këtë rast ne i respektojmë ata. Atëherë të kthehemi tek domethënia e hadithit. Çfarë nënkuptohet, përse besimtarët duhet të durojnë, duhet që të respektojnë madje edhe në gjërat të cilat ndonjëherë nuk janë me dëshirën e tyre. Dhe ky imponim nuk nënkupton mëkatin, por nënkupton bënien e diçka që nuk ka dëshirë njëri, që jo detyrimisht duhet të jetë mëkat. Pra, kur themi se besimtari duhet të respektojë në gjërat të cilat janë pa vullnetin e tij, atëherë kjo nuk nënkupton mëkatin. Atëherë pse respektojmë? Respektojmë e para për të shmangë jetën pa lider. Jeta shoqërore, në qoftë se nuk zhvillohet me një lider, atëherë ajo do të jetë jetë e shturur, do të jetë jetë e degeneruar. Vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam urdhëron që besimtarët të kenë një pres, një udhëheqës, edhe në çështje të thjeshta. Nëse marrin një udhëtim, atëherë njëri prej tyre është udhëheqës, apo edhe në qoftë se janë në një shkretëtir, kanë dalë pra në një vend rural, në një vend ku nuk ka zhvillim, nuk ka civilizim, prap duhet që të kenë një jetë e cila menaxhohet në bazë të një koncepti prej leadershipi. Nga se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se udhëhecit mund të jenë të vrajt, mund të jenë tiran, mund që të na ndëshkojnë, por përderisa ata nuk i kanë bërë kufër Allahut te bareke ve teala, nuk i kanë mohuar Allahun, atëherë çështja ndahet kësaj. Ata do të bartin mëkatet që kanë bërë, ndërsa ne do të bartim përgjegjësinë me të cilën jemi ngarkuar. Përgjegjësia jonë në këtë rast është që ne të durojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Në një hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi, ka thënë: "Fa inma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum." Për arsye se ata do të bartin përgjegjësinë, barrën e asaj me çka janë ngarkuar, edhe ju po kështu. Arsyeja tjetër pse përse ne i durojmë, përse ne nuk shfaqim kryenësinë ose kryengritjen ose rebelimin ndaj tyre, është se këtë gjë e masim edhe me pasojat. A thua vallë, nëse bëhet një rebelim, një kryengritje ndaj tyre, cilat do të jenë pasojat? Ose a do të ketë më shumë dobi apo do të ketë më shumë dëm?
A do të është kjo si shkak që derdhet gjaku, që njerëzohet motra, që të nëpërkëmbet nderi? Pra duhet dojmos që të kijem parasysh edhe pasojat cilat mund të barten nga këto. Disa nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam që kanë ardhur si një kërcënim, si një vërejtje, si kanë ardhur me një ton paksa të ashpër, interpretohen në këtë formë, pra që ne të mos bëjmë diçka që mbasaj mund të ketë pasojë. Për shembull, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith që ne transmetojmë Buhariu dhe Muslimi, nëse dikush prej jush urrejn diç tek prisi i tij, falyasbir, le të bën durim, le të ketë durim. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maytatan jahiliya. Për arsye se ai i cili del jashtë vijes të udhëheqjes, del jashtë sundimit të liderit, atëra i rrezikon që të vdes me një vdekje ignorante. Sigurisht dietarët kanë thënë se nuk është në pyetje se njeriu i cili e bën këtë del prej feje, por se është një vërejtje, është një çortim nga pejgamberi alayhis salatu wassalam që të ruhet një klim në të cilën megjithatë mund të ketë ndoshta padrejtësi, por jo aq sa ose do të jetë është më e vogël se sa që do të bëj, do të shkaktoj në rast se ne ngritemi kundër tyre. Pastaj ajo që është shumë e rëndësishme të përmendim këto dhe që aluduam edhe në fillim të ligjëratës, është se ne me respekt nuk nënkuptojmë as dobësinë, por as pajtimin me të keqen. Nuk nënkupton që ne në këtë rast të pajtojmë ose të themi se e tëra që ka bëjnë ata pushtetarë është me vend, është e mirë. Asëse ne nuk pajtojmë të, ne nuk i thomë të zezës e bardhë, nuk pajtojmë të keqen, por se duke patur parasysh rrethanat, duke patur parasysh pasojat që mund të shkaktohen, ne zgjedhim këtë rrugën e durimit, në mënyrë që shoqërinë ta kurcejmë nga të keqet. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith që po kështu e transmetojmë Buhariu dhe Muslimi, ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'a. Besimtari musliman duhet që të dëgjojë dhe të nënshtrohet fima ahabba wa karih, në atë që e do dhe atë që nuk e do, që i imponohet. Por cila është e vërteta këtu? Cila është ajo që synohet këtu? Këtë na shpjegon vazhdimësia e këtij hadithi. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Respekti duhet të jetë në gjëra që ndonjëherë edhe si pëlqen njeriu. Por në qoftë se këto gjëra që nuk i pëlqen janë mëkat, paraqesin mëkat, atëherë nuk ka respekt. Vija ndarëse ndërmjet respektit dhe jo respektit është urdhërimi me atë që është e mirë dhe urdhërimi me atë që është e keqe. Nëse një prijes urdhëron për të keq, atëherë mbaron respekti për të, atëherë nuk ka respekt për të. Po kështu, ajo që neve na duhet shumë këtu është që kemi parasysh udhëzimin profetik. Në këto kohë që siç përmendëm më parë, këtë gjë për ta kuptuar, domos duhet që të kemi parasysh edhe rrethanat, edhe kontekstin kohor, shoqëror, politik, ekonomik, nga se vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka luduar në këto kohë të vështira, domos që ne duhet të mbahemi udhëzimit profetik, duhet që të marrim këshillat profetike, duhet që të jemi të konsultojmë në vazhdimsi, nga se largimi prej tyre nënkupton që ne edhe mund të devijojmë. Po kështu duhet që detyrimisht
të referohemi edhe thënjeve të dietarëve, për arsye se ata e kuptojnë më së miri atë që synohet nga këto tekste. Dhe unë të nderuar vëllezër, do doja që për ju kam përzell disa nga thënjet e disa prej dietarëve më të mëdhenj, në mënyrë që ta kuptojmë drejt dhe si duhet këtë çështje. Ka thënë Imam Ahmed ibn Hanbali, was-samu wat-ta'atu lil-a'immati wa amiril mu'minina al-birr wal-fajr. Respekti dhe dëgjueshmëria duhet të jenë për imamët dhe prijeset, pra duhet të jenë për ata të cilët janë të emëruar ndaj nesh, të mirë apo të këqij qofshin ata. Pra ata të cilët na u kanë emëruar neve, janë udhëheqësit tanë, edhe nëse nuk janë vepër mirë, ndonjëherë prej tyre ndoshta mund të jetë jo i devotshëm, jo i sinqert, ne duhet që të respektojmë atë. Ka thënë Sufjan Thauri në një letër që i është drejtuar Shuaib ibn Harbit. Ka thënë: ja Shuaib, la yanfa'uk ma katabt hatta tara as-salata khalfa kulli birrin wa fajir. O Shuaib, letrat tua, librat tua, ajo që ke shkruar, nuk do të bëj dobi, përderisa nuk ndan mendimin se duhet ta falësh namazin pas besimtarit, pas prisit që është burri i mirë dhe pas prisit që nuk është burri i mirë, që nuk është besimtari i mirë. Pra, Sufjan Thauriu mendon se besimtarët duhet ta falin namazin pas prisit, edhe nëse është ai vepër keq, pra edhe nëse nuk është musliman i devotshëm. Imam Tahaviu ka thënë: wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru. Ne nuk mendojmë se duhet që bëjmë kryengritje ndaj prizve dhe liderëve tanë, edhe nëse ata na bëjnë padrejtësi. Pra, nga këto tri thënie të dietarëve, ne kuptojmë se besimtarët duhet që ta ruajnë atë klimën shoqërore, duhet që të respektojnë udhëheqësit, edhe nëse prej tyre ose edhe nëse tek ata shohin diç të keqe, edhe nëse tek ata shohin diç që është e keqe por që nuk arrin atë nivelin e kufrit, e pabesimit. Pra, në qoftë se shohin tek ata diç që bie ndesh, që është jo islam, pra në qoftë se shohin ndonjë vepër që nuk kupton se ai njeri është nxjerr, ka dalë prej islamit, për shembull duke mohuar Zotin ose duke bërë ndonjë prej atyre veprave të cilat janë kufër, janë pabesim, atëherë nuk ka respekt. Por në qoftë se prej tyre rrjedhin disa gjëra të cilat janë padrejtësi ose tirani ose dhunë, atëherë në këto raste ne duhet që ti respektojmë ata. Për arsye se siç përmendëm nderuar vëllezër dhe motra, ajo që është shumë e rëndësishme këtu është se ajo jeta shoqërore, edhe nëse e ka këtë element, prap reflekton më mirë se sa një jetë e shturur. Prap reflekton më mirë se sa një jetë në cilë fundi i të keqes në të cilën nuk shihet askund. Pra, nëse shoqëria rrezikon që të hyjë në skëter, në humner, atëherë nuk dilet kundër prizve, për arsye se këto mund të kenë defekte dhe mund të kenë probleme të shumta. Po kështu, ajo që është e synuar dhe ajo që nxirret si mësim është se shoqëria në momentin që përjeton gjëra të tilla, atëherë rrezikon që të psoj disfat edhe ndaj të tjerëve. Duhet t'ju them sa prej vendeve muslimane
kanë qenë nën pushtetin e egër dhe dhunshëm të kolonive evropiane, për shkak se kanë qenë të vogla. Ajo që ka qenë dikur si khilafet, si shtet islam, është ndarë në principate të vogla dhe më pasaj nuk e kanë patur të lehtë, nuk e kanë patur të vështirë të huajt që t'i pushtojnë ata. Vetë Allahu te bareke wa taala në Kur'anin famlar ka përmendur që ne të mos përqahemi, për arsye se përqarja mund të ketë pasojë edhe tadhhab rihukum, edhe që do të thotë ne të mos ekzistojmë si forcë, mos ekzistojmë si popull me vlera, popull me nder, me autoritet. Pra, autoriteti do të i një populli do të jetoj, do të qëndroj për aq kohë sa ai popull është unik. Dhe në këto hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk synohet në asnjë rast dobësia, nuk synohet në asnjë rast si them ajo që disa e quajnë si ide që thret në një debakël shpirtëror, në një disfat shpirtërore. E kam pyetur shejkhun bin Bazën, Allah pas të mëshiruar, se respekti në këto haditha a mund të interpretohet si ide që në një farë forme reflekton atë pesimizmin për shuarjen e problemeve. Dhe shejhu ka mohuar në mënyrë kategorike këtë, duke thënë se ata që ndajnë një mendim të tillë, ata nuk e kuptojnë Islamin, nuk e kuptojnë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, nga se respekti nuk thret për gjëra të tilla, respekti thret dhe fton që të ruhet uniteti, të ruhet ajo klima e cila ekziston në shoqëri. Ka qenë vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam ai i cili na ka treguar neve se respekti i tij, respekti i udhëhecësve të tij, respekti i atyre që neve na emrohen mbi ne, është një garancë për të kaluar një jetë të lumtur, një jetë të qetë. Vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka kërcënuar se ai i cili nuk e pranon udhëhecin e tij, është sikur ta ketë refuzuar atë. Men ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Ai që më respekton mua sikur se ta ketë respektuar Allahun, ai që më kundërshton mua sikur se ta ketë kundërshtuar Allahun. Pastaj thot ai që respekton prisin tim, atë që unë kam caktuar si pris për ju, është sikur se më ketë respektuar mua. Dhe ne duke përfillur këto porosi profetike, duke përfillur në radhë të parë këto këshilla kuranore, pastaj edhe fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne arrim jo që të përshtatemi me pushtetet, jo që të bëhemi servil ndaj tyre, jo që t'ju nënshtrohemi si dobësi, por që me krenarin ton, me dignitetin ton, me pjekurin ton, me vizionin ton, të shmangim atë që është më e keqja, që ne të shmangim atë që rrezikon gjakun dhe nderin e shoqërisë. Të nderuar vëllezër, ne këtu me lejen e Allahut te bareke ve teala do të përfundojmë me këtë kapitull që ka të bëjë me besimtarin dhe shembullin e tij në raport me mëkatet. Në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut te bareke ve teala ne do ta trajtojmë një shembull për besimtarin, por nga një këndvështrim tjetër. Do të flasim për besimtarin dhe raportin e tij me vdekjen. Deri atëherë ju lënë për kujdesin e Allahut te bareke ve teala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.